kur të ndalemi dhe mendojmë dhe analizojmë ajetin e dytë ku Allahu i Madhërisht më njëherë fillon me një pjesë të prezantimit për Kur'anin ku thotë ky është një libër në cilin nuk ka dilema, nuk ka dyshime, nuk ka me dyshje, i cili libër është udhërfys dhe udhëzim për njerëzit e devotshëm. Tash këtu unë isha ndalë në dy gjëra. E para, cila është përshtypja e një njeriu i cili e merr për herë të parë Kur'anin dhe sapo e hap Kur'anin, me njëherë ai, domethënë, ballafaqohet me këtë pyetje ose me këtë informatë e cila ka të bëjë me prezantimin rreth Kur'anit. Ky është libri në të cilin nuk ka dilema dhe dyshime. Njerëzit për nga natyra janë të prirë gjithmonë me bë shumë pyetje. Edhe me ngrit shumë pikë pyetje dhe shumë dilema. Dhe bukuria dhe fuqia e këtij libri është se që në start, që në fillim të libri, që në vargun e parë, në kapitullin e dytë, se kapitulla e Fatiha është një kapitull që është e shkurt, nuk është e gjatë në raport me këto kapitullat e gjata, Allahu i Madhërisht dën njerëzit me i siguru që ju sapo doni me hyrë në këtë udhtim me Kur'anin, ky është një libër që në të nuk ka dilema dhe dyshime. Dispozitat dhe mësimet e tij nuk janë kontradiktore. Porosit e Kur'anit gjithnjë janë porosi me vend dhe porosi të qelluara. Prandaj nuk ka dilema. Nuk është Kur'ani dhe mësimet e Kur'anit Kur'ani nuk është një libër i atill që provon me eksperimentu. Ajetet e Kur'anit nuk janë eksperimente, po provojmë, po shqyqojmë si po na ec puna, nëse na del puna mirë, në rregull, po vazhdojmë. Nëse nuk na del mirë, po provojmë një domethënë Kur'ani, konceptet e Kur'anit, mësimet e Kur'anit nuk pranojnë një gjë të tillë nga se Kur'ani ka ardhur nga i urti dhe i plot fuqishmi Allah Jalla Jalaluhu, i cili është supremi i vetëm. Prandaj ai i cili ka kriju tokën, qiellin, diellin, hanën, gjithësinë, kosmosin, ai i cili ka kriju njeriu në formën më të përsosur, ai edhe e din se cilat janë ato porosit dhe mësimet më të mira që janë adekuate dhe përputhen me nevojat e këtij njeriu të cilin Allahu krijoi në formën më të përsosur. Hudel lil muttaqin, çështja tjetër është dikush mund të bën një pyetje e pse mënyrë ekskluzive Kur'ani na qenë ka udhërfys për të devotshmit. A nuk ai bie kjo që nga drita dhe mësimet e Kur'anit nuk përfitojnë mbar njerëzit? Jo, absolut. E vërteta është se nga drita dhe mësimet, udhëzimi dhe porositë e Kur'anit përfitojnë gjithë njerëzit të mbar, ata që dëshirojnë të qasen me këtë qasje Kur'anit. Mirë po, në raport me njerëzit e devotshëm, udhëzimet dhe Kur'ani si udhërfys është shumë efektiv. Në raport me këta njerëz, po, nga se ka një rregull. Ata të cilët dëshirojnë të qasen Kur'anit, me qëllim që Kur'ani pastaj të ketë këtë rol të udhëzimit dhe të jetë udhërfys për ta. Ata fillimisht dhe paraprakisht duhet të lirohen prej gjitha ideve që ata paraprakisht mund të kenë ide qoftë koncepte në lidhje me jetën, qoftë me Kur'anin, qoftë me besimin, qoftë me krijuesin apo me gjëra të tjera. Do të thotë, nëse një njeri don më u qas Kur'anit dhe ka marrë Kur'anin pranë vete dhe po fillon me e lexu dhe me e studiu, po ai paraprakisht ai ka ide të ndërtuara, ka koncepte që sipas tij ato nuk lëvizin dot. Por kjo është problem, se mund të ndodhë që disa koncepte që ai pretendon që janë të vërteta, mund të vinë ndesh me porosi dhe mësime dhe udhëzime të caktuara të Kur'anit. Atëherë, çka i bie kjo? Kjo i bie që ti kot po e lexon Kur'anin se ti paraprakisht për çështje të caktuara ti ke një vendim, ti ke një qëndrim, ti ke një bindje. E kupton? Prandaj, gjithë ata të cilët dëshirojnë të përfitojnë nga Kur'ani dhe nga thesarët e Kur'anit, paraprakisht ata duhet ti ofron Kur'anit të lirë edhe pa ngarkesa. Jo me qenë të ngarkuar.